Në ato kohë ishte ato perioda që telegjurnale, televizione në Itali kanë folur vetëm keq për shqiptare. Edhe mami ime ishte shumë preokupuar, thonte, ku do shkosh, pse do shkosh, mo mi riktu, divorcioj e riktu. Kur erdha, me duke si një gjua shumë e vështirë. Kur unë shifja njerëzit duke folur, edhe me duke që ishin duke zënë njëri tjetri. Çunat e vegjël, mosha adoleshente, e kanë shumë gjande fëmijë dhe moshat e mëdha, dhe kjo gjë më pëlqen shumë, sepse mendoj që është diçka shumë bukur dhe shumë pozitive. Këtu kujdesin më shumë, edhe vërtet edhe sasia e klinika që ka këtu tregon kjo gjë. Femra akoma kanë ato nuansa femrore kurse se në Itali ndonjëherë ka humbur pak kjo gjë. Unë mendoj që Shqipëria për momenti është më mirë se Italia. Roberta, mirë se erdhe në Bordeaux. Faleminderit. Ti aktualisht jeton në Durrës. Durrës. Yes. Ndërkohë nga je me origjinë? Ka Bergamo. Sa vite ke këtu? Afër Milano. Gati 14 vite. Që vije dhe shkoj, po 12 vite që jam vërtet jetoj vetëm gati në Durrës, dhe shkoj vetëm një herë në muajin e Itali pak. Kur ke ardhur për herë të parë në Shqipëri? 15 vite para, 14 gjys, kam ardhur se bashorti ime ishte interesuar për ta investuar në Shqipëri, edhe në ato kohë ishte shumë interesante se ishte në fillime zhvillimet e veta, edhe kam ardhur për herë të parë. Kur rruga Durrësi-Tirana nuk ishte akoma një rruga e vërtetë, mund që ishte me gropa, ishte akoma shumë vogël, edhe vendi nuk ishte akoma në zhvillimi si është tani. Ndërkohë, bashkëshorti italian? Bashkëshorti italian nga Bergamo, jemi rritur bashkë. Unë isha 18 vjeç, ai ishte 21. Si e mban mend fillimin kur ke ardhur këtu? Shumë vështirë, se unë sapo kisha mbaruar universitet të lartë për shkencë edukimi dhe psikologji sociale dhe isha gja filluar puna në shtet, në Bergamo, edhe kur bashkëshorti më tha, shiko, do shkojmë në Shqipëri, ndoshta edhe do jetojmë, sepse kam plan për të investuar atje. Unë e mora pak për keq, në sensi që nuk kisha pritur diçka e tillë nga jetës time, por tani është shumë e lumtur. Çfarë kishe dëgjuar për Shqipërinë përpara se të vije? Në ato kohë ishte ato perioda që telegjurnale, televizione në Itali kanë folur vetëm keq për shqiptare. Një shqiptare ka vjedhur në një shtëpi, një shqiptare ka bërë kjo aksident, një shqiptare, edhe ishte vërtet një 15 vite para, shqiptare nuk ishte pa keq si person, sepse ato shqiptare që kishin ardhur atje, shumë kanë bërë gjëra jo mirë, domethënë edhe televizore, ti e di që televizore ndonjëherë nxjerrin vetëm gjëra negative, jo pozitive, se kishin edhe shumë shqiptarë që invece kanë ardhur, kanë punuar, kanë ngritur vendi, kanë sforcuar shumë vete, tani kanë arritur shumë, por televizori shikonte vetëm për keq. Edhe mami ime ishte shumë preokupuar, thonte, ku do shkosh, pse do shkosh, mo mi riktu, divorcioj e riktu. E kupton. Cila ka qenë gjëja më e vështirë për të mësuar me vendin këtu? Pak kultura, sepse nga jashtë, Shqipëria edhe Italia duken shumë gati një lojë, edhe për ushqime, por kur ti jeton tu edhe vërtet kupton në thellë, është ndryshe kultura, pjesa, neve jemi pak më hapur, tani ka ndryshuar, po neve flasim për vite para, ishte më mbyllur, kjo konfidenca që neve jemi shumë ndihmoj njëri tjetri në fillim flasë, 15 vite para, më shumë, këtu ishin pak më mbyllur si karakter, si njohje. Tani ka ndryshuar, po në ato kohë ka qenë kjo. Ideja që kultura nga jashtë duket njësoj, por nga brenda nuk ishte njësoj. Cila ka qenë gjëja që të bëri të dashurohesh me Shqipërinë? Besoj klima njerë, edhe njerëzit që kam takuar në fillim që me kanë ndihmuar, edhe prej atyre ndoshta unë sot jam akoma këtu. Se isha gjithmonë me dy mendje, do iki, do rri, po njerëzit e parë që kam takuar me kanë ndihmuar, shoqëritë e para që kam takuar, tu që akoma e kam sot.
Edhe klima, se unë Bergamo ka më shumë ftohtë, shiu, ndërsa unë jetoj afër detit. Kush jeton afër detit? Është e lumtur. Ki krijuar shoqëri këtu? Shumë. Kam 3 shoqe, se unë besoj se shoqëria është pak edhe eksakte. Shoqe e vërteta kam 3, po e kam prej shumë vite. Besoj 13-14 nga fillimi, 13-14 vite, atë edhe ato shoqe nuk e, domethënë kemi shoqëri shumë vërtet jemi për njëra tjetra. Pastaj kam shumë njohje, po të tjera janë njohje. Nuk është shoqëri e vërtet. Nga Italia çfarë të mungon? Mi mungon shoqet e gjimnazit, e universiteti, perché shoqëria besoj që për femra shumë e rëndësishme, edhe vetëm shoqëri me mungon, se unë mami dhe babi nuk e kam mo, kam vetëm vlaj aty edhe ku shkoj e takoj gjithmonë, po është shumë i ngarkuar me punë, vjen shpesh këtu, unë shkoj atje, prandaj nuk mund të them që mungon, se takojmë, flasim për ditën e telefon. Po shoqëria po, se tani për shembull tani sa ka lindur një shoqës time ngushtë, që e gjinazi, edhe kam shku në spitale, kam takuar, kjo me mungon, diciamo rutina që kisha atje prej shoqëri, komshi atje, kjo me mungon. Si shumë të huaj që kanë vendosur të jetojnë në Shqipëri dhe kanë zgjedhur qendrën e vendit, Tiranën, ti zgjodh dhe Durrësin. Çfarë të pëlqen më shumë nga Durrësi? Afër deti, afër mbreti. Po shaka po. Durrësi ishte pak simbolike për ne, se të thash, nga Bergamo që është qyteti malsore, neve kemi ardhur në Tiranë përpara, po na duket prapë si qyteti, si monotonie qyteti, trafiku, ndërsa Durrësi e kemi pas një qyteti më vogël, edhe për të arrit vajzës time, e kam pasi një qyteti më mbledhur. Kjo me ka pëlqyer shumë. Më vogël, më mbledhur, me deti. Si do ta përshkruaje karakterin e shqiptarëve krahasuar me italianët? Pak më eger, në sensi që neve jemi më, diciamo, nuk shkojnë direkt te agresiviteti. Shqiptarë janë pak mbrojtur në fillim, do më thonë, e krijojnë një barierë, pastaj normalisht me kohë krijojnë besim. Ndërsa neve jemi më hapur, e bëjnë kundërta magari, krijojnë direkt besimi, pastaj edhe të heqim direkt se nuk bën diçka mirë. Kjo e kam akoma si karakter, për kjo jam akoma 100% italiane, se unë afroj njerëzi, flas me gjitha, me pëlqen shumë kjo gjë. Por krijoj edhe afirmiteti direkt, ndonjëherë është gabimi. Ndërsa shqiptarë janë pak më eger, po pastaj kur krijojnë afirmiteti e kanë vërtet edhe të japin çdo gjë, domethënë janë shumë persona të hapura. Në fillim e kishe të vështirë përshtatjen? Po, në fillim shumë. Më shumë gjuhën, për vendin. Gjua, nuk e dija fare gjua, unë e kisha studiuar në libri edhe kisha një CD, e mbaj mend ato CD që futen në kompjuteri, edhe e kisha studiuar, mendova që dija kur erdha, me duke si një gjua shumë e vështirë. Pastaj unë nuk kemi anglisht, isha okay, po jo kaq e mirë, prandaj e mësova. Pastaj kur e mësova tani duke më mirë, çdo gjë më duket më mirë. Po gjua njerë ishte edhe kur unë shifja njerëzit duke folur, me duket se nuk e kuptova. Po për çfarë flasin, edhe me duket që ishin duke zënë njëri tjetri. Se ishte kjo metoda pak agresive për folje. Po tani që kuptoj gjua janë more as sigurisht. Si ke mësuar gjuhën? Duke folur më shumë me njerëzit, nga televizori? Allora, sigurisht ne duke punuar, duke takuar njerëzit. Se televizori neve prapë kemi pa televizor italian, deri pak para kemi pa gjithmonë televizor italian, prandaj me njerëzit, me klientët e mia, me personat që takoj rruga, me kamerierën e për lokale që është o restorante që unë shkoj gjithmonë që me ka mësuar fjala në fillim, edhe ashtu e mësova. Cili është zakoni shqiptar që të ka bërë më shumë për shtypje? Për shtypje në sensi pozitiv, negativ? Diçka që të ka çuditur nga ne shqiptarët, një zakon, një traditë. Pjesë e familja, që jeni shumë lidhur me familja, edhe doni shumë edhe kalama, edhe persona të rritur shumë, pjesa e anziani.
Moshat e mdhaja. Moshat e mdhaja. Edhe kjo gjë më ka pëlquar. Për shembull, edhe çunat e vegjël, mosha adoleshente, e kanë shumë gjanë dhe fëmijë dhe moshat e mdhaja. Edhe kjo gjë më pëlqen shumë, sepse mendoj që është diçka shumë bukur edhe shumë pozitive. Edhe afërmiteti me familja, si jeni shumë familjare akoma, ndërsa në Itali kjo, sa më shumë vite para, kur erdha unë, familja ishte vërtet më sprendar, me kushurire nuk takoj mod, veç që juve keni akoma kjo që takojnë shumë pjesa e familjareve. Si do ta përshkruaje veten me 3 fjalë? Simpatike, energjike dhe shumë pozitive. Si ka qenë jeta jote si sipërmarrëse këtu në Shqipëri? Besoj që ka qenë më vështirë prej gjua një herë. Fati ime ishte që në fillim kanë takuar shumë njerëzi që afrove dhe prej gjua normalisht, që kanë ditur Itali, që kishin jetuar në Itali, që kanë pas punuar si mua në pjesë estetike dhe me kanë ndihmuar pafund. Kam disa persona si Bianca, Diana, që edhe sot të falenderoj akoma shumë, se prej atyre unë arrita ku jam sot. Se me kanë njohur shumë njerëzit, me kanë ndihmuar për gjua shqipe, se në fillim është shumë e vështirë kur ti do punosh, po nuk e di gjua. Se kur flas për estetika, nuk flasim vetëm për një kafe që thot përshëndetje, dua një kafe, flasim për diçka, folikuli, lëkura, shtresa e lëkura, që janë gjëra pak si scientifique, që kur ti nuk e mësimi me gjua, nuk je fort me gjua, është një problem. Edhe prandaj besoj që njerëzit këtu që kanë pas punuar si me mua në estetik, me kanë ndihmuar pafund. Kemi bashkëpunuar për një rritje bashkë. Si e sheh kujdesin estetik në Itali krahasuar me këtu? Jemi më shumë të kujdesshëm, më shumë të dhënë pas kësaj pjese? Po kjo është një pyetje që më bëjnë gjithmonë edhe besoj që po. Këtu kujdesin më shumë, edhe vërtet edhe sasia e klinika që ka këtu tregon kjo gjë. Vërtet nga thojnë flokët, make-upi, por edhe nga trupi, nga fytyra, nga pjesa e trajtimi lëkura, edhe shëndet për lëkura edhe për trupin, besoj që këtu kurohet më shumë. Femra akoma kanë ato nuansa femrore në një kujtim që është shumë e bukur, sepse në Itali ndonjëherë ka humbur pak kjo gjë. Edhe te parukierë shumë njerëzi nuk shkojnë, veç që këtu shkohet edhe më shpesh edhe prej çmimi normalisht, shkohet mbajnë më shumë femra këtu. Kjo është e sigurt. A mendon se Shqipëria është një vend më me shumë mundësi, më i hapur për gratë në biznes? Ne gratë besoj që në përbotë është shumë vështirë, gjithmonë. Se neve do punojmë 3 fish si një mashkull, do fitojmë 3 fish më pak se një mashkull. Kjo është e vërtet në përbotë, nuk është Shqipëria, Italia, është në botë akoma. Por mendoj që se një person ka pasione dhe bëj ato që bën me pasion, si mashkull, si femra, besoj që arrit edhe si në Shqipëri, si në Itali mund të arrijë. Po vetëm çelësi është pasion, durim edhe forca që ti jep ato që e do. Normalisht që do kujdes çdo ditë për të arritur diçka, ta kesh një objektiv, të arrish ato objektive, normalisht duhet shumë punë, edhe shumë sakrificë normalisht. Çfarë do t'i thoje një italiani që mendon të jetojë në Shqipëri? Unë mendoj që Shqipëria për momenti është më mirë se Italia. Në shumë aspekte. E para klima, se vërtet është një klima shumë e mirë, mirëpritje njerëzit, edhe gjua se shumë shqiptare din gjua italiane, prandaj është e thjesht në fillim të ndihmojnë për ta mësuar pastaj mund ta mësosh gjua, anglisht e din gjithë, edhe tani edhe italiane di anglisht, se jo gjithmonë e din. Por besoj që është një vendi shumë e mirë për ta jetuar edhe për ta arritur një biznes ose për ta jetuar me familje, sepse klima është e mirë edhe njerëzit janë shumë të mirë. Roberta, faleminderit. Shumë faleminderit juve.